Forcat speciale greke vijojnë operacionet për kapjen e 8 shqiptarëve të arratisur nga burgu i Trikalas. Operacioni po zhvillohet në zonat pranë Trikalas, qytetet pranë saj, si dhe në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë, në fshatrat e Sarandës dhe Igumenicës. Policia ka ngritur post blloqe në shumë rrugë që lidhin qytetin e Trikalas me qytete të tjera, ka bërë të mundur bllokimin e çdo kryqëzimi në Igumenicë dhe në pikën kufitare të Qafbotës. Policia greke publikoi emrat dhe fotot e të arratisurve që janë Florant Luli 27 vjeç, Edison Lika 25 vjeç, Ilir Kupa 27 vjeç, Marian Kola 36 vjeç, Klement Çala 25 vjeç, Admir Murataj 41 vjeç, Ermalita 35 vjeç dhe Fatos Sulaj 31 vjeç, të cilët u arratisën pas trazirave me armë në burg ku mbetën të plagosur 2 oficer. Gjatë natës 5 të arratisur u zbuluan në një makinë të parkuar në rrugën Lamia Domoko, por me të parë forcat e policisë, ata braktisën makinën dhe u përpoqën të vidhin makinën e një çifti. Shoferi goditi njërin prej tyre dhe arriti të largohej duke njoftuar policinë, e cila vazhdon kërkimin edhe me helikopter. Policia greke po vijon hetimet ndërkohë për të zbuluar mënyrën se si janë futur armët në mjediset e burgut.